situatë alarmante paraqitet sa i takon konflikteve mes adoleshenteve, ku në disa raste fatkeqësisht është përdorur dhe armë të ftohta, kryesisht e thikave, dhe më shumë se 12 muaj pra janë shënuar 3 viktima, duke sjellë në vëmendje rastin e Martin Cajmet, një rast tjetër i cili u shënua pra në Maliq të Korçës, edhe pse konflikti kishte nisur jashtë ambienteve të shkollës mes adoleshenteve, por dhe rasti i fundit i shënuar në Durrës. Sa i takon shifrave, situata as pak e qetë sa i takon konflikteve mes nxënësve, pasi ka përsuar një rritje të paktën kjo referuar statistikave të policisë, raportohen deri në këtë momente pra për vitin akademik 2024-2025 afërsisht 400 konflikte mes adoleshenteve, një klim e tensionuar sa i takon brenda ambienteve të shkollës, por kryesisht dhe jashtë ambienteve të shkollës. Peshën më të madhe man Tirana, ku më shumë se 200 raste janë raportuar dhe janë referuar në drejtorinë vendore të policisë së Tiranës, dhe më pas ndiqet nga qyteti i Korçës, kur janë afro 70 raste të raportuara për vitin akademik 2024-2025. Nga ana tjetër kemi një ulje të referimeve në prokuroritë e rrethave, ndonse për vitin 2023-2024, pra flasim si vit akademik, janë referuar 42 raste, për këtë vit kanë qenë 30 raste të referuara në prokuroritë e rrethave, për shkak sepse ka patur le të themi një rritje të konflikteve, por konflikte verbale dhe jo konflikte me formë dhune.